Ai ecën ngadalë drejt shtëpisë, me kapuç në kokë. Dëgjon hapa pas vetes. Kthen kokën shpejt. Nuk sheh askënd, vetëm lagështirë dhe rrugë të zbrazur. Ecën pak më shpejt. Hapat dëgjohen përsëri, këtë herë më afër. Ngrin për një sekond, pastaj vazhdon, por nuk e kthen kokën. Shikon vitrinën e një dyqani të mbyllur, për të parë reflektimin e rrugës. Në reflektim, një burr me xhup të errët, po ecën pas tij. Në të njëjtin ritëm, ai e ndjen stomakun t'i shtrëngohet. Ndryshon rrugën, futet te një rrugicë tjetër. Hapat kthehen sërish. Shiu bie më fort. Tani nuk ka asnjë dyshim. Dikush po e ndjek. Ngre kapuçin, merr frymë thellë dhe ndalet poshtë një llambe rruge për të mos e çuar panikun më tej. I panjohuri ngriti pak duart dhe thot me zë të qetë: "Hej, më fal që të tremba, thjesht po përpiqesha të kapja, të ra diçka nga xhepi." Ai shtrin dorën, i jep çelësat e djalit të lagur nga shiu. Djali mbetet nën shi, ndjen se si tensioni i largohet ngadalë. Ai merr frymë, ecën ngadalë dhe fillon të qesh me veten. Ndonjëherë frika nuk vjen nga rreziku, por nga ajo që mendon se mund të ndodhë.